Unë po vjen keq që për thëmë para krejtve. Po mirë si një profesor, si një njeri i cili mund të spjegosh ma mirë. Unë po të pyesë, do të thotë, cila duhet jetë ajo strategji, do të thotë që këto vështërsi mund kalu ma letë. Çfarë strategjie duhet përdorë zoti Kurti në këtë mandatin e ri? Albin Kurti, a do profesionalisht. Profesionalisht. Duhet rreth vetit me afryt njerëz të meqëm, me kriju strategji e mësë më ka një anije në oqean. Tash Albin Kurti është një anije në oqean, qësh është edhe ky Edi Rama, qësh është edhe ky i Sërbi, që ka emnin ky Aleksandar Vučić. Ti po thu qysh, unë s'muj sot, për 15 minuta me ti të regu ty se qysh. Duhet strategjia, duhet njerëz meqëm, duhet prioritetet, prioritetet, gjithmonë prioritetet. Kush nuk te pare, sot në botë, nëse ti se ke caktu prioritetin, po për me caktu prioritetin, duhet me di çka ki. Shka ki, çfarë resurse ekonomike ki. Për fat, e kem faktori njeri, fantazi. Aje ti, energji. Ka inteligencë, ka koreksi, ka